Përleshje mes pasagjerëve. Aeroplani që po udhëtonte nga Londra për në Antalya bëri një ulje emergjente në Prishtinë. Një përleshje raportohet se ka shpërthyer në një fluturim të EasyJet, pasi një grua piu vodka dhe pshtyu në fytyrën e një turisti tjetër. Sipas mediave britanike, imazhet nga një dëshmitar i tregua një grua që besohet të jetë britanike, duke u hedhur në korridorin e mesëm në një përpjekje për të goditur pasagjerin tjetër. Një asistent shihet më pas duke u përpjekur të qetësoj situatën, ndërsa dy pasagjerë meshkuj përfshihen në përleshje dhe përfundimisht largohen nga aeroplani të shoqëruar nga sigurimi. Siç bëhet e ditur mëtej, aeroplani të mërkurën po udhëtonte nga Gatwick i Londrës për në Antalya të Turqisë, por u detyrua të bënte një devijim emergjence në Kosovë. Po sipas raportimit të mediave britanike, policia në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës hyri në aeroplan dhe i nxori dy pasagjerët, një burr me të gjelbër dhe një grua me rozë nga aeroplani. Dhe siç theksohet mëtej, ishte gruaja që kishte pirë vodka nga një shishe përpara se t'i mësynte pasagjerit sipas një dëshmitari. Dëshmitari gjithashtu pretendoi se gruaja kishte pshtyrë në fytyrën e një pasagjeri tjetër gjatë përballjes. Gjithsesi, fluturimi i devijuar thuhet se përfundimisht arriti në destinacionin e tij në Turqi me 3 orë vonesë. E një zëdhënës i EasyJet ka thënë: "Ne nuk tolerojmë sjellje shqetësuese. Siguria e klientëve dhe e ekuipazhit është gjithmonë përparësia jonë më e lartë."